jemi kundër zhvillimit të Shqipërisë, por ne jemi pro zhvillimit, por jemi pro transparencës. Jemi kundër zhvillimit në zonat, ndërtimeve në zonat e mbrojtura, siç është Zvërneci. Protesta për mua ka nisë si një protestë për të mbrojtur pronën time, po sot është për te pronës time, është për të mbrojtur Shqipërinë për fëmijët tanë. Aktivizimi, pjesëmarrja ka kaluar për çdo Ata